Polici sigurisht nuk ri në kuzhinë, por mund të ri në makinë me kriminalin dhe ta ndihmojë atë të bëjë gjithçka. Apo. Polici që është futur dhe është përfshirë në sistem në mënyrë dyshimt, i njohur madje, i dyshuar për pjesëmarrje në trafiqe, i dyshuar kontingjent, sigurisht, i dyshuar nga policia për pjesëmarrje në trafiqe, arrin të depërtoj në agjensinë që kontrollon policinë e shtetit. As policio, pa agjensinë e mbikëqyrjes. Domethënë, ata policë që kanë qenë duke e hetuar atë për si pjesëmarrës të trafiqe, do të jenë të hetuar nga ky. Ka arritur policia. Aq e vërtetë është kjo sa drejtuesi i AMP-s aktuali, i cili ka nisur një hetim për dhe një procedurë për shkarkimin e tij, mund ta konfirmonte nëse do të fliste. Sepse këto janë burime të brendshme të AMP-s. Pra shiko çfarë kemi. Raste të tilla si atentate të tilla që ngjajnë me rastet e atentatet e grupit Vis Martina, ndaj grupit Vis Martinait. Dhe duhet të thënë që të dyja grupet kishin të njëjtët armiq, në vazhdim kanë të njëjtët armiq. Vrasje në akse të rëndësishme të ruajtura me polici, jo vetëm polici kufitare, polici shteti, shqiponja, policia e sigurisë lartë, gjitha llojet e policive janë në këtë aks.